Në prezentimin tim hërs, ju kam përshkruajt si njerëz të artit, pasionit edhe të krijimtarisë. Qysh kishit mujt me përshkru njani tjetrin me 3 fjalë? Shumë sfiduese. Qashtu? Njejta, Që është e vërteta, mami na ka përgatit gjithmonë shumë torte neve dhe gjithë kujton do flutra, do shtëpia, do fat, të cilat unë tash nuk i bëj. Me të thonë drejtën, ajo ka qenë shumë ma kreative se une. E kujtohet, a ka qenë momenti kur jeni njoftu në Moren, apo ambëlsirat ju kanë bu bashkë? Jo, ambëlsirat janë prodhemi dashurisë. Unë jam e kënaqur me vetveten time kur të punoj. Dhe reflektohet. Mas në jam a jap dikosh me që me marja pjesët paljet të rritë. Sa? Unë kom qenë pastiqeria e pare certifikume realisht në Kosovë. Dhe kom filluar të mandim sem në një ndër shkollat të pastiqerisë që është e para që u pa duhet Farabi Korporation. Keni gjanat që i bëni si pas qefit. Një varët për stinës. Po, me stili kemi me nutare, okej. Me që përmen edhe fëmijët, a keni marrë në një mësim për i tyne, përveç asaj fënjës, shumë do më thënë se... Po të gjithajt, jeta me ta është në mësim. Qëto dit? Sot në Over the Hill do të flasim me Donat dhe Rudina Qosja për jetën midis artit dhe pastiqerisë, midis krijimtarisë dhe aromave të tortës, për familjen, për pasionin, për jetën e tyre në përgjithësi dhe për dashurinë e cila i mban me këmbë në tokë. Rudina, Donat, mirë se vini në Over the Hill. Faleminderit që po ndajmë këtë bisedë bashkë. Mirësi në gjimë. Mirësi gjithëm tina. Në prezentimin tim hërs, ju kam përshkruajt si njerëz të artit, pasionit edhe të krijimtarisë. Qysh kishit mujt me përshkru njani tjetrin me 3 fjalë? Shumë sfiduese. Qashtu? Njejta, qashtu. Asnjë gjyrë tjetër. Po, vjen këtu në mes edhe familja, dashuria. Në mes të asaj krijimtarisë, se për ndryshe s'po besoj që vjen deri te krijimtaria. Definitivisht. Tajtona me paraforce. Shumë e saktë. Ndoshta po e fillojmë pak bisedën prej një kohe më të hershme nga kujtimet e fëmirisë. Donat, ti i rrit në një familje artistësh, me fillu me peshen e një emrit madh siç ka qenë babajut Isa Qosja, edhe ka qenë për ty frymëzim, mbetet është si ka qenë me jetu ose vazhdon me jetu me këtë emër? Po, babën e kom pas edhe profesor në akademi. Edhe për atyja ka njësë këto sfidat me mbi emër. Se për me tregu që gjalli vetë aty është një denjë për ato që e banë, o do është me ma për në komision aty në... Më ka pytë edhe ma ka pytë kështu krejt landën për një herë. Kështu që është dasht kohë mas kohë me dhënë do provime ku është dasht me kallëzu vetën para ti, kështu që mirë, po gjithmonë ka qenë kënaqësi kur kemi punu bashkë. Absolutisht. Besoj që ato kujtimet përcjellin edhe sot, edhe i përcjell ti edhe tek fëmijët e tu. Gjithsesi janë edhe filmat që i kemi bu bashkë që i shikojnë, po te fëmijët nuk e di unë mundohen me ata me gjithë vetën. Milan Xhir. Po, në ato që kanë me pas qef me bu, ose me dash me bu. Rudina, ndërsa ti e rrit në Prishtinë, në mes aromave të mamas tënde, me pastiqerin, me ëmbëlsirat, me tortet e shtëpisë, me gatimet. A ka qenë kjo pika ku ti e ke ditë që ke më marrë me këtë profesion sot, ose me këtë pasion, apo vetëm fillet e tua si pasion ndaj ëmbëlsirave? Që është e vërteta, mami na ka përgatit gjithmonë shumë torte neve dhe gjithë kujton do flutra, do shtëpia, do fat, të cilat unë tash nuk i bëj. Me të thonë drejtën, ajo ka qenë shumë ma kreative se une. Edhe gjithmonë ka përgatit, përpara ndoshta s'ka pas të dhe shumë pastiqeri për me i ble torte. Edhe na i kam përgatit në shtëpi, edhe këtë tradit pandej kom vazhduar edhe në familjen tonë. Se dhe mami Donatit përgatit shumë mirë. Mandej, të përgatit aty, Donati është sebepi që thojnë që e kom hapu ndoshta biznesi se ma bëke shumë buntorset e mira, shumë të mira. E vërtet. Edhe fillova në lokalin e Donatit Moren,
me i bo, Sakt. mësirat ato Wow. dhe u pëlqyn shumë dhe vendosëm me hapë Rudy's Cake. Na ktheve në një kohë shumë të hershme, ndoshta edhe një sinonim një emër që e mbledh rinin e asaj kohe që ka qenë të dalmet tona të ditës dhe të natës, Morena. Ka kujtime shumë të mira nga një pjesë e mirë e Prishtinës. Po, ka, normal. Edhe ti, kur ti takon njerëzit sot, kur të folë për atë punë, besoj që ki shumë lidhe të fortë me Morinën. Po, normal, sepse kanë kalu shumë kohë aty kom kalu. Shumë kafe dhe është pijat. Shumë, vendi sinonimi i kurrizit. Ka qenë vend lidhje po e rinis dhe kanë qenë kohë të mira, do më thonë që i ka bu bashkë rinin edhe në kohë të shtira edhe në kohë të mira, kështu që po, është një histori e mirë aty. E kujtohet, a ka qenë momenti kur jeni njoftu në Morenë, Po, apo ambëlsirat ju kanë bu bashkë? Jo, ambëlsirat janë prodhimi dashurisë. Frymëzim. Shumë mirë. Jemi taku... Ka qenë rastësi? Jemi një... Po skenarti. Po, jo bashkë. Okej. E ka pas këtë busqëshën gjithmonë, edhe kom pas që dyqysh më konë pjesë e pozitivitetit me më shtimë rena në qatë bërë. Realisht, a jemi njoftë shumë ma herët, bide me ta kalzu një rast që se din kërkush, kur u konë unë e vogël, ja unë hangër mandarina të në shpe. Realisht, gjyshem ka qenë kumari martesës të prindve Donatit. Wow, you go way back. Po, Bravo. mirë, po Donati ka qenë ma i madhë, dhe unë ma e vogël si asi fëmije, kur kem shku në sape, për kem po diçka ma interesantë dhe Po. kanë rastësi, aty ka pas mandarina në shpete, këtë qa me bo, edhe i ku marri më hangër krejt. Edhe të edhe të regon alo mami vetë, thot, e qyshe le krejt mi hangër mandarinat. A bënë mbetësira me mandarinas? Jo, me portokall, po. Me portokall, okej. Kështu që jemi, Nati ka hongër. jemi taku, atëherë njemi prej, atëherë mirë, po dashuria ka fillu prej Morenës. Vendi i famshëm i Morinës. Po. Wow. Nga kujtimet e fëmijërisë, e fillet e dashurisë që i keni kalu kohën edhe trinis bashkë, që ju mban ende sot me kujtime shumë mira, me pasion, me përkushtim. Kalojmë pak te profesioni. Donat, për shumë njerëz ti mbetesh shatsi i kafenes. Atë frasin edhe kështu rrugës. Po. Edhe sot kur takoj njerëzit, por për te këtij roli, cila ka qenë periudha në profesion që e mban me më shumë afër zemrës? Po, realisht, unë them që secili rol për mua është sfidus prej fillimit, sepse për ta bërë një karakter komplet, duhet një botë komplete e ti. Kështu që secili karakter e ka një botë të veçantë, edhe zhytja në atë botë, ma ne e bon këtë secilin herë e bon sfiduse profesionin. Kështu që mund të them të secili karakter e gjejat e gjejnë diçka që më nxit as shumë sa që më bon me majtë në vend gjithmonë. Forcësimin si aktor, a ja atribuan ndonjë roli të veçantë, apo gjatë gjithë rrugtimit je formësu gradualisht edhe apo ka ndodhur një kthesë që të ka Gjithmonë ndodh një kthesë, po ato kthesat janë diku që aty si në mes, nuk i këtan. Po besoj që vetëm insan në profesion që e bën me qenë i qëndrueshëm është kur punon vazhdimisht. Edhe kjo mundi gjatë këtyre viteve kom punu shumë dhe gjithmonë kom shku tu zhvillu ma shumë në profesion. Në profesion, sakt. Është Tri dritare dhe një varje, apo Home Sweet Home, Akademia Evropiane e Filmit. Si ka qenë kjo periudhë, kjo ndjenjë edhe kjo njohje për te i Kosovës për ty? Po, filmat që kemi bu bashkë me babin, kryesisht, po edhe Home Sweet Home që është i Faton Bajraktarit, po edhe me filmat tjerë. Kemi qenë mjaft pranishëm festivalin ndërkombëtare edhe kemi marrë çmimet ndryshme ndërkombëtare. Gjithmonë është mirë me qenë pjesën e filmit suksesshëm edhe
që kjo e bën atë qëndrueshmërinë në profesion. Edhe shpërblimin që e merr mbrapa mas gjithë kësaj Po shpërblimet ndoshta si pasojë e punës. Po shpërblimet diçka nuk janë edhe as e rëndësishme sa qasja jonë në punën tonë, kështu që unë jam i kënaqur me vetveten time kur të punoj. Dhe reflektohet. Mas të jam a jabë dikosh me që me marja pjeset palje të rritë. Saktë, vërtet. Rodina, prej pasionit të ëmbëlsirave deri te shëndrimi i këtij pasioni në një sukses, Rudy's Cake, për ty, ka ndodhur kjo, e përmendet që Donati ka qenë edhe fakt shtysi, ndoshta për me hap këtë biznes, me shëndru në një histori suksesi. Ka qenë një moment kthese, ka qenë në bashk koordinim, keni inspiru njëri tjetrin, apo si ka rrjedh ky rrugtim? Realisht, kur kom fillu me ëmbëlsira, Donati ka qenë shtylla kryesore ndoshta edhe përkraja më e madhe, edhe pjesa tjetër e familjes normal. Me të thonë drejtën, unë punoj vazhdimisht, adem edhe nuk ndolem asnjëherë. Nuk ndolem edhe koha e ka vot vetën, ndoshta edhe për pushtimi maksimal, për me arrit këto tash ku jemi. Tash prej një pasioni është shëndruar në një mision ku përtej gatimit të ëmbëlsirave të shishme, të cilat i kemi edhe këtu nga Rudy's Cake, ke fillu edhe me jap trajnime për të tjerët në kulinari apo në pasticeri? Në pasticeri është arsyeja pse, domethënë kur patëm vendos, unë i bësha recetat, i bësha recetat e nonave, gjysheve, të shtëpisë. Edhe kur vendosëm me Donatin me hap Rudy's Cake, Donati tha duhet me u zhvillu. Me mësu ma shumë, edhe me u trajnu jashtë vendit, edhe kem vendos, kem kry trajnime në shkollën e Kollenotre të Parisit, pas nej vazhdorona në Amerikë, pas asaj kem pasur trajnime të ndryshme, do me thonë me pasticër Zvicran, edhe pastaj e kemi hap Rudy's Cake. Edhe unë kom qenë pasticërja e pare certifikume realisht në Kosovë, dhe kom fillu me thonë mandimësim në një ndër shkollat e pasticërisë që është e para që u paduar Arabic Corporation. Aty kemi trajnu mbi 2000 studenta, e kemi certifiku dhe tash përmboj trajnime si shef e pasticërisë jashtë shkollës. Sa mirë. Për dy krijues në ëmbëlsira, nga ëmbëlsira në skenë, zanatli, po me shumë shije, me shumë ëmbëlsi. Ndoshta edhe aty qëndron edhe suksesi i harmonisë, që e kuptoni njëri tjetrin më shumë, i ndihmoni në të dy botrat që kanë shumë lidhje me njëra tjetrën në fakt. Por montorët të ne hap. Bravo. Ti kush e testuat. Mande reflektoni. Po nëse e përktheni partneritetin, a ka ndarje punë-jetë, apo është krejt një vazhdimsi, një lidhje që ku e gjeni këtë balancin, ku mundeni me nda u kry puna, tash po i kthehemi shtëpisë, po i kthehemi familjes, fëmijëve, apo rrjedh natyrshëm kjo? Rrjedh natyrshëm që këtë vërteta, nuk kemi na ndomje shpe punë, me thonë, deri në ora 4 u kry puna, tash jena shpe. Diçka tjetër jo. Dashta ma shumë diskutojmë shpe për profesionin tem ma shumë, se sa për profesionin e Donatit gjithmonë, po nuk është që kisha me thonë që kemi ndomje, me thonë është vazhdimsi, rutinë ditore. Absolutisht, po me që jemi tek rutina, ka ndonjë ritual që qonin mëngjes nëse jeni njerëz të mëngjesit apo të hershëm, që po besojnë që puna e bën vetën, ndonjë ritual që nuk bëni kompromis, keni gjarat që i bëni sipas qefit. Varet për stinës. Po, me stile kemi me tonë, okej. Unë zgjoh ma herës, kryesër që atë në gjash të qëjse dhe i kom do ritualit mira në bashkë. Që kom qërë me bu me kafe normal, njerë në nëgjes një kafe vetit me ratu, mas në rrethoburit kom qërë më usilë që atë me këshyrë që ako nevoj në i punë. Ardej me më qëmu për gjumit? Po, për ndryshë kafeja në nëgjesit, është për shumë kënë është rituali në nëgjesit, po për mu është në shok i vërtetin në nëgjesit. Kafja, që ajo espresso janë shumë mirë atanë, bash. Edhe sidomos kë kombinime me obër, se dikush si punem me ka kafe në mëngjesit rrugës, apo kur të mëri në punë. Po, dhe me gjithë qajo kafja, dhe me qajo kafe në mëngjesit është e mirë.
ty të qënë donati prej gjumit me kafe, po s'pozoj. Po, shumë në rase me Nëse kafe. e dëm. Po, se në gjëmë me ta pëton kafe, i thëmë jo, se në zakonisht në 8, dalim prej shtëpisë 10 minuta në 8, unë e qona 28 për gjumë. Wow. Po që më nisë me ta, që ishë Me kohë. Shumë mirë. Me të nga diska, e të bëjmë rrinë punë, tani kur më rrinë punë, që aty raknala, destabilizona. Rodina, me jetu me një aktor si që është Donati, a jeton me emocione dhe karakteret të ti që i kemi pa në shumë role, në shumë filma, seriale, a i përcjell edhe në shpe, a ka humorin e njëjtë, qysh është bashkëtesa me disa role dhe karakteret të Donatit? Une zakonisht Po e 20 vite jemi bashkë, 20 vite martes, faktisht 2 vite bashkë, një karaktere ka me mu, të tjerë t'ilen rrunga stoa dhe shpe, nuk i vjela dhe të shpja, kështu që në të vërtet është knatësi me jetu në një shtëpi artistash, që është e vërteta, ka dhe vështirësitë e vjeta ka njerë kur i ka do role, që film ka një syre, ka një vesh, Okej. po kryesisht jeta është shumë atraktive. Fëmijët kanë marrë rrugën e jujt në dy zanate që shë pa Donati më herët, profesiona, apo... Ka pak e kanë shkel, të kretë ka pak kanë shkel. Ja ka lëp një film me mu, që ka modhe, në Home Sweet Home. Nisa ka qef me bua mëllësira në momi. Sa mirë. Djeli ka qef me hongër si unë. Ti kushtë të mirë. Në vlerësimin. Quality check, ka me të në. Shumë mirë. Është e vërteta, sa herë të bëjmë bëlsira të reja, pa i provu Donati nuk i lansojnë. Du të me jak verdikte. Verdikte final. Po. Ka ron hise. Nga shtëpia në skenë, nga Rudy's Cake dhe punt me pastiqeri me erën e tortave që vjenë në shpe dhe ato, po më duket që janë gjithmonë me ty, aroma e ëmbëlsirave dhe tortave. Çdo hap duket që është reflektim i bashkëpunimit, dashurisë, harmonisë në familje dhe për me përmbyll një ditë dinamike, se natyrisht që ka sfida në të dy zanatet, në të dy profesionet. Ktheheni në shtëpi dhe ndiheni në shtëpi. Çka ju bën juve me undi në shtëpi? Çka na bën me ndi në shtëpi? Unë si të hi në shtëpi, do më thonë, era e shtëpisë është e mjaftueshme. Wow. Po kur të era e shtëpi vjen, e mandej reagojnë shumë rral edhe ku i ki shpinë, që besa, ambienti rrët, ku i shit, që kur delsh me pini kafe për shëndeti, kanë që ki ofër, është knacimi pas edhe ku i shit e mirë. Kështu që për mu, Donati, fmit, edhe shtëpia ku jetojmë është që Feels home, ndihet në shtëpi. Zakoni juaj jashtë punës, vikendet, aktivitetet familjare, sportive, diçka që kishit me domeni? Kryesisht rreth lagjës shkojmë. Okej. Nuk dalim jashtë lagjës, se kemë lagja shumë të mirë. Lagja jo ofron krejt. Krejt na ofron. Kafet, meçt. Mesht, kafet, oborrim, biciklat, vrapin, hecjet, do të thonë krejt. Shumë e rëndësishme pas një lagje, një ambient, shtëpia që t'i ofron këto, strukturën, hapësirën, gjelbrimin. A jeni në ndonjë fazë tjetës që është sinonim diçka për ju, ndonjë këngë, ndonjë libër, ndonjë film, apo mos më ti përmend filmat? Filma në këshyre shumë. Apo? Okej. Filma këshyre shumë. Seriale, Seriale në këshyre. Për një me? Interesant, se janë sa aktor apo që merren në filmin me krijimtarinë, me artin. Seriale ka vetëm po për një filmi është konkret. Se seriale diçka zgjat. Po, do me gry, do me britë fundi. Me sport? Se me që falim pak me... Me sport jam marrë të jetën që 3-4 vjetë jam në gjumë të alushës. Me nova që e ki veç me sezon. Po përnëvoj, se kur jam marrë me sport gjatë të viteve, se kur që tash që s'po ushtoj, njëjtë jam të shumë një gjes. Okej. Ashtë që në ashtë. Gjallia nuk të sfidon me ndonjë sport? Po, në bëj alo kështu sportën ashta se njëhim. Se një ka bicikla, Okej. Bicikla pak. Jo me ndonjë dedikim rigoroz. Po jo, ku të mirë në sport, Fanatik, në kështu. sport, po bëjmë fond, se sportista.
Bravo. Rutina ki kohti për këto se... Unë bashkan gjitë na dhe shka gjithë të presin para dera, që vëshë që përëtëm një mosë nërës se dolja. Unë jam edhe që fshë bisedu më ma herët në fazën e energjisë, me da finë hazëqirin këndër. Që që një shpej më nëgjesit, dhe më thonë, ke kom Plot energji, bravo. S'po dënë më dorëzu, po dëtë. Me që përmen edhe fëmijët a keni marrë në një mësim prej tyne, përveç asaj fëmijës, shumë do më thënë se... Po të gjithë thajtë, jeta me ta është mësim. Qëtë ti? Edhe klasat i keni kalu, tash keni mri ndonjë stad tjetër. Po, mësim e madhë është jeta me fëmijë, do me thonë që atë një vëshë. Po është. Jam të atyra të ndryshme dhe musha ndryshme që të pjesë e cilët herpi mësojmë në ata e nga ata nive që besa. Bravo. Ndonjë aromë se isho të mendu si me përkufizu këtë që e kishit mujt me qenë sinonimit, aromat e pastiqeris, po ka diçka më të veçantë që e pëlqeni mos shumë ti? Asa mbëlsirat më të preferume? Aromë? Po. Aroma e fëmijëve është si keks. Edhe gjithë thonë, edhe janë i përqopi si keks. Ko aromat mirë se gjire. Unë ka përcu kërejt. Unë e kam një shprehi shumë i përqofi të të rëtë fëmijët. E ta shtu rritë, s'po dojnë i përqof. Po, ma të rjeku me një pas. Në vogli, dhe i tash të në kalon, dhe që shë knaqësha, me dhe shtryllë, shtarë që nga një thotë, o ma bolu, i lehe. Zemre. Do që mirë shumë. Po shumë dhe jere i palon për Në spot. Qa dhe më thanë për juve me qenë over the hill? Shumë se që kemi prit, do me thonë, jeta atje në Marigona rezidencë është jashtëzakonisht shumë e mirë, standard shumë i mirë jetës, edhe në elan që kemi besun shokëve me këtë projekt i cili po besoj atë i kaluat atë projektën e parë dhe këto jemi për me përjetu qovë na, qovë gjeneratat që vinë mas neve, qështu. A keni ndonjë këndë të preferum të shtëpisë që nuk bëni kompromis, a i keni nda, pritet me i bo këtu, kjo është këndi jam? Ku këto? Në hapësirat, në shtëpi. Po. Këtu kemi një duplex. Korina jam ja rëfë, kështu që është s'ka kompromis, bo. Nuk e di. Televizori, hapësira, filmëve. Televizor, unë ko televizor të nga. S'ka nevoj me ushtise. Po që ako me këshirë. Po, këtë këshirën për që. Unë u praqa shumë me juve me folë për art, për mbëlsira, për filma, për aktivitetet që i bëni jo, shpresoj që edhe dëgjosit kanë pa dyshim që kanë me pëlqy këto. Ndonjë mesazh për fëmijët që kanë me qyrë këtë episod me juve? Që kanë me kish, ma ndek me juve? Mirë të shma bojmë, pëse na ke përmem, pëse na ke përmem, nëse të shka që po, mesazh, njëri du të me qenë shumë falenderus për gjitha që i ka njetë, sidomos për familjen edhe rrethin ku jeton. Kështu që na jemi shumë fatlum që jemi në mes miqër dhe në një lagje fantastike ku jeton. Sa mirë dhe në. Ka që, po pajto, dhe po. Dina shumë faleminderit që datë kohën me ne dhe krejt këto biseda, këto tregimet mira, kujtimet familjes që normalisht janë shumë të shmuara për ju të dy, po edhe na dhatë nga një copës ëmbëlsire, jo vetëm këto që po i shohem, po dhe nga jeta e juj. Se jo më kotë që jeni sinonimi një harmonie ngrohtësie familjare. Faleminderit shumë për ti, është nacime që në ambientës bashkë me juve. Faleminderit shumë.